Atë shembet realisht bota kur e merr vesh si lajm si ka ndjesia. Shembet. Mu jo bota, po mu më shembet dhe nën toka, sepse isha ndoshta në një pozicion, isha 38 vjeç në të kohë. Sa po hapja kalan, ishin shumë faktorë që, me thon drejtën, nuk di se si do t'ia dilnin fëmijët. Do ti mendove për të tjerët, jo për jetën tënde që po të kalonte dhe ishe shumë e re në këtë moment. Njerëzit thonë që mua më ka kaluar jeta para syve, mua nuk më ka ndodhur kështu. Ndoshta ka qenë periudha shumë e vështirë imja dhe kisha gjëra, domethënë që duhet i mbyllja, nuk e di këtë gjë. Mua nuk më ka kaluar jeta, po unë nuk kam menduar që do vles. Asnjëherë. Jo, asnjëherë. E din, po të pyetësh asistentët e mi punëtorët, njerëzit që mua kanë rrethuar, ato njerëz që unë nuk di se si do t'i falenderoj, nuk e di a do kem jetë t'i falenderoj, sepse kanë qenë ato njerëz që mundsun që unë t'i kanë në Itali, sepse ekonomikisht nuk e kisha të mundur në atë kohë, se mendosh isha në investim. Kupton, kishim 3 vite që ne punonim 3 tunç në Kala. Po do operacioni ka qenë shumë i vështirë apo jo? Ka qenë shumë i vështirë, ishte operacion në mbiveshkore që është dekë prurës. Doktori tha kështu kur un kam dal nga operacioni. Tha goca ka shpëtuar tha për 1 sekond, për 1 minutë, për 1 orë. Dhe unë mendoj që vetëm Zoti ka qenë atë kohë kur ka dashur unë të jetoj.